informacione, a mund të ketë zyrtarizim të bashkëpunimit Zoti Sadiku me nismën socialdemokrate që nesër, apo jo? Ja, s'kam asni informatas, asni ide për këtë punë, kështu që ta konkresis me vendos. Po se di sa kanë me mnimu mu në industrinë e teknologjisë dhe inxhinierisë, po jo nuk kam informatas. Përkrahani një ide të tillë edhe jo që nisma me njerëz të caktuar të jetë pjesë pra e listës në siglën e LDK-s? Unë mendoj që në momente të tilla, që në momente shumë tronda, ka shumë pak kohë, mendoj që duhet më bo, mas pari duhet më përputh deri dikon ideologjikisht, e dyta duhet më përputh në program, sepse është shumë më rëndësi, edhe e treta duhet më bo matje konkrete se çka po përfiton se cila parti për këtij bashkëpunimi. Nëse këto tri gjana bohen edhe janë bo, po shpresoj që i bojnë, matjet, idejt edhe programin, atëherë nuk shoh probleme, por kjo është për mu aty ku duhet me u punu ma shumë në aspektet të bashkëpunimeve parazgjedhore. Nuk besoj që duhet me u bo bashkëpunime parazgjedhore vetë që me marrë edhe 3-4% anena ose me mujt dikush me kalu pragun, por duhet me ullë edhe me pa pak pse është të u bo kjo punë, edhe po besoj që i bojnë këto ata që duhet me i bo. Po zharë, ose ma lopë. Nismën, unë e kom qartë. Sot një Abdiqiku, unë e thash kryetarës që po provon të bëjnë këtë një përqasje më egzotike se për këtë pranimit të njerëzve të lloj-llojshmërisë së tyre, ja ka vështirësi, a ka vështirësi në aspektin ideologjik. Unë mësdoj që zotni Abdiqiku nuk ka, ju e dini, ku në Kosovë ka pranuar që për një konferencë që i dedikohej të ndjerit doktor Ibrahim Rugova të fliste zotni Edi Rama. Për mua nuk më paraqet më asnjë pengesë kjo aspekti ideologjik. Ju e thatë në kryetarës si çështje që do duhej më u diskutu. Ajo që unë nuk isha pas qef në asnjë mënyrë është që zotni Abdiqiku me marrë me kopju modelin e pranimit në partinë e vet politike, duke u humbur subjektivitetin subjekteve tjera politike siç ka ndodhur në rastin e Guxo dhe Alternativa, që detyroj, obligoj, shpjegoj më pastaj mënyra të tjera, duke u humbur këtë subjektivitet. Kjo kishte me qenë jashtëzakonisht jo e mirë dhe kishte me qenë një kopje e një praktike jashtëzakonisht keqe në qoftë se kemi një partneritet të tillë, pra po flasim për subjektin politik Nisma Socialdemokrate dhe Liga Demokratike e Kosovës dhe kushti i vendoset i prerë që duhet jemi vetëm listë, po pa akronimin e njohjes së subjektivitetit tuaj të subjektivit politik, konsideroj që është praktika më e keqe që ka instaluar lëvizjeve të vendosje viteve të fundit duke mos u njohur dhe respektuar partneritetin partnerëve të vet në aspektin e simbolikës tyre, të autonomisë, të subjektivitetit tyre, dhe kjo praktikë unë s'kisha pas qef në asnjë mënyrë me përjetu tek Liga Demokratike e Kosovës. Gjëra që më pengoj ke mu përpara se PDK ka pas një 16 partije tani dilke emri shumë i gata aty në PDF. Megjithatë ka arritur të respektoj, megjithatë ajo ka qenë një praktikë mirë, se ka respektu edhe dy anëtar të partisë siç i ka për shembull po bëjnë sop Alternativa, megjithatë ja ka respektuar, ja ka dhënë hakun. Po më duket jo kësa herë. I Krishtu Pajtova. Jo kësa herë më duket. Kush? Jo kësa herë. Lëvizja kjo, partia për familjen do më duket do të hyj pa akronim në. Pikërisht pse u pajtova me ju Po, pa akronim. Të ndarë. Gjys. Jo, e ka fjalën brenda PDK-s. Brenda PDK-s. Po, dhe ata kështu po flas brenda po edhe këtë po asaj përsipër të ndarë në subjekte të ndryshme. E jo e shëndetshme politike në Republikën e Kosovës që janë kopje nga diçka që nuk duhet me marr askush, as edhe një gjë që me provu si kopje, si praktik ose si vazhdimsi e kësaj praktike, për arsye se nuk respektohet subjektiviteti. Zoti Bozhare, përmendi zoti Sadiku çështën e përfitimit se kujt unë po pajtona. Vetëm më shumë po kjo s'do mend apo jo? Me po pajtona me pjesën se zoti Sadiku shumë mirë ja bën llogarin nismës. Ajo don ta kaloj pragun. Se dim që nuk mundet e vetëm me kalu pragun, kështu edhe ka ndodhur koalicioni me AK-n kur përfundon zgjedhjet brenda 24 orëve, e braktisën AK-n me deputet që i fitun me atë listë, e në rastin kur në AK thirrëshin në çështjen e të kaluarës